Diskutohet Xheranda pritet merret në një vendim për ato që diskutohet kollit fundit, dalje ose jo. Kur pika kryesore do të jetë pjesëmarrja e subjektit tonë dhe analiza se si ne do të dalim në zgjedhjet lokale, ku duam përsaafërmi të marrim mendimin e çdo antari të kryesisë partisë, në veçantë edhe kryetarëve të degëve. Me një final shkurt, Xheranda, mund thuhet, do diskutoni atë çndronin në Blen ose do i dilni jashtë Blenit? A mund thuhet kështu? Po nuk do ta kishte definuar unë kështu pyetjen, pasi që edhe ne jemi Blen. A do të rrim, a do të qëndrojmë është çështje për mendimin tim e cila nuk duhet diskutohet, pasi që shifeni në gjithë këtë periudhë po diskutohet për ofertë dhe kundër ofertë, për përqindje dhe jo përqindje, mirë po debatin të cilën ne kemi dashur ta zhvillojmë si Aleancë për shqiptarët ka qenë që të vëmë në pa kualitetin e kandidatëve, pasi që këto janë zgjedhje lokale, nuk janë zgjedhje parlamentare, dhe është e rëndësishme që ne të zgjedhim menaxherët më të mirë në kuadër të koalicionit Blen edhe ne si Aleancë për shqiptarët, edhe në qoftë se arrim një dakordsi në këtë, atëherë besoj që suksesi do të jetë i pashar. Sali ku i ka tre pika të diskutohen, cilat janë ato tre pika, ato tre pikat e zakonshme çdo mbledhje të kryesisë, pika kryesore pjesëmarrja jonë në zgjedhje lokale.